Alo, Alo, përshëndetje. përshëndetje, zonjë nga telefonon. Nga Mitrovica. Si të ka, Mirje? Mirë. Sot ma mirë se dje. Pse? Pse jam shumë e lumtur që Albin Kurti edhe Vjosa Osmani e kanë marrë dënimin nga populli, që ashtu qysh e kanë meritu. Po? Unë mendoj që është dashur hala ma shumë me marrë, po edhe kjo që e kanë marrë, unë mendoj që nuk është keq. Do me thonë se Edhe me këto je e kënaqur, ë? Po, jam shumë e kënaqur sepse unë e mendoj që populli ka tregu që asgjë nuk mundet me kon vetëm me Juvja, ashtu qysh kanë mendu këta. Për shembull, çka ka menduar Albin Kurti që mundet mi pas krejt pozitat vetëm vet, edhe Vjosa që pikën më të parë unë mendoj e ka vetëm krejt fushatën e ka bë veç sa më u bë presidente. E unë mendoj që kjo i ka dështu shumë, se populli ka tregu që nuk është të thonë veç ti me kanë presidente. Kosova mundet me funksionu edhe me njerëz tjerë. Edhe Albin Kurti unë mendoj që i ka tregu populli që nuk mundesh me i ble me 100 euro vetëm kur është koha e zgjedhjeve. Kam prit më shumë dënim në marrë, po edhe kjo nuk është keq, sepse me këta numra unë mendoj që nuk ka gjosa as me formu qeverin vetëm, as për president hiç se hiç. Dhe kështu që unë mendoj që ai duhet me mendu që duhet me bashkëpunu edhe me njerëz tjerë. Pra ti thua që ky rezultat, si përfundim, mundet me i konvenu PDK-s apo AK-s, sepse për LDK dhe vetëvendosje folje, po? Po, unë mendoj që PDK-ja edhe Aleanca e kanë marrë pak një rritje, ndoshta jo shumë, por për pikat që i kanë pas, unë mendoj që nuk është keq, posaçërisht Aleanca, jam shumë e lumtur që ai Ardian Gjini ka arrit këtë rezultat, sepse është një njeri që e meriton. Dhe unë mendoj u dashur hala më shumë, po pasi është hera e parë edhe kjo nuk është keq, por mirë që Albini edhe Vjosa e kanë marrë dënimin e popullit. Po. Zonjë, faleminderit shumë. Kështu që duhet me ju tregu që tjera herë me rëndësi është Kosova e nuk është as pozitat që lufton Albini.